ftoj PD-kën që të propozoj një deputet për antar të komisionit për këtë komision. Për një antar të komisionit, ju lutem. Të nderuar kolegë deputet, sot me vetëdije të plot, kryesuesi po abuzon dhe po e shkelin kushtetutët. Letë ndërpritet, nuk ka nevoj për nëse keni propozim, mund propozoni. Lutem. Kjo është shkelje, është abuzim. Ju lutem... Sigurimi të ndërpres. Kolegë deputet. Regjia, ju lutem të ndërpres. Të ndërpres. Ftoj LTK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ju lutem vetëm propozim keni ose nuk keni, për debat nuk ka. Për ndryshe sigurimi, regjia duhet të ndërpres me njëherë. I nderuar zoti Dehari, kthehu në rendin e ditës për të cilin regjia, ju lutem ndërpriteni ndërpriteni mikrofonin. Ju lutem. Ftoj listën sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Abuzus dhe shkelc të kushtetutës, marrë për juve. Regjia të ndërpritet, nuk ka debat, vetëm nëse ka propozim, ose s'ka. Me që nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? $53 deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi përsëri me të parin shtatit në orën 11.